kem pas ushtar që i ka pas 2-3 fishek, kem pas që i ka pas një karikator, sa e di kem pas ushtar që s'ka pas heq fishek. Edhe unë shumë thjesht i tham vraje se mos bjen dorë të armikut se s'kena vak me prit ato. Kanë qenë momentet e fundit njësisë dhe tonat kur na kanë rrethu, veç që kemi fillu me ndëgjua të shoh, të fole, të bërtit edhe ata, na kena pas shumë pak municion, shumë pak. Kem pas ushtar që i ka pas 2-3 fishek, kem pas që i ka pas një karikator, sa e di kem pas ushtar që s'ka pas heq fishek. Ajo, se një dhe të maherët i kem hargju. Po që ka ndodhë, sot mujmi me thonë mrekulli, atëherë fat, në momentet e fundit, komandanti Suleman Selimi ka qenë asti kilometër largë nesh. Po aj nuk e ka kuptua asaj qash shpejt në kanë rrethu neve, aj ka qenë jo largë. Ka qenë me Recep Selimin me ata. Po e kanë këput komplet ushtria me tenka rrugën krejt, dhe ata kanë kontaktu me një shtabin, naton, sakt kush nuk e di une, po veç e di që ata i kanë kontaktu, për fat janë konë në rrethin të fluturu aeroplana 2 kanë qenë, nuk e di sakt cilët shtet, dukut Amerikan, por nuk e di, ndoshta kanë qenë Gjerman, po s'është rëmeransia, ja. Në moment fundit, derisa ne jem pregadit më ballafaqu fit për fyty, se s'ka pas ma tjetër, ata në veç në kanë mbyllë rrethin dhe kanë fillu më afru, mas ta me egzageru, a janë konë 150 metra largë nesh, a 100, a 200 që aty dikun, e kem një eksplodim shumë të malë na, prej NATO-s, do më thonë se kem di që po vjen prej NATO-s, shumë shpejt ka ndodhë, dhe e ka rrok kolonën e tyne që janë tërdes, kur janë nalën ata, dhe që më thonë, kem pas shku Masanina, do më thonë, kem pas që ka ndodhë copa kritit me ekra, me kritik i shkrinje, disa automjete, lëm. Dhe në qatë moment, e ka gjujt 2 të ngranat në Likovc, që shë di une, se dhe pre ati gjushin bombardojshin e gjithë shka, kanë fillu më të rjek ata. E ka qenë e moment shumë i qudit shumë, kone pa logjikshme me mendu që kena me pështu, sa, e pashme, po s'kishë edhe shka me bo tjetër. U rrit një farë vullneti, halo pa ndodha i bombardimi që e pashme statën. Ajo ka qenë një ndër betejat, a thonë, ma tash pra të brigadës, të ndame kena pas shumë beteja, shumë, se në nuk kemë pas pikë caktume, që me nejtë roje, me nejtë që aty krejt, po ku do që ka pas nevoj, na u dashtë me shku. Pse është e rëndësishme që kjo mbrojtje e tash që ati venit, pse ka qenë, po të depërtojshin ata, më në shkatrun neve, kam pas dikon, nuk e di, ngryk voqakët e qujnë atje, për mi 5-6.000 civil, as disa, shumë ka pas civil. Dhe na dishmi që aty qëllimi t'ju në konë që atje me shku. Po, sot dhe një vetën mirë, që kena pas edhe fat, po dhe kena qëndru që aty. Nuk mujme paramendu që kështë do të ishmi shkatru nasë. Së shbo naumi, na këshmi shpallë dëshmore krejt, po që kështë do masane me civil të kumë problem. E ajo, mas disa ditve, ndodhë kjo, sakt nuk i mojnë me ndatat me fol drejt, kronologjia e këtyne ngjarjeve vazhdon ku në thirë neve për shtabit Malishev, thojnë për një detyrë të veçantë speciale, se në du të me shku atje, mirë, nismi na për me shku, u dashke me kaluna për molet e kosmoqët aty, ata që jetu ndërnit se din sakt cilat janë, për me dorë në kleq, ka nej, dhe si njësina jem nis, dhe nuk e harroj, i takum një 3-4 djemë 3, një 2 plagos. Edhe kur i takum ata, pyetmi çka jo, thot na jena që disa ditë këtu, kishin kom pa hangër, dhe tha dhe ka tjerë, tha dash kena me marrë një vendim, na ishmi të shku në Kleq, Kleq ka ishtë një farë zone pak ma e mirë për civilt, atëherë i shtabi aty e krejt. Dhe vendosëm mi marë, gjatë rrugës u paraqesin edhe disa, dhe fillum mi shtin mes, i lam 2 ushtarë të fundit me radiolidhje, në atjerë të ishmi për para, së dashke me siguru rrugën, dhe
u banën me qindra. Më folë shumë, dikun ka gjysa rrugës, komunikon thirraj ushtari, harru cili u koni fund, Astriti më duket, Astrit Halile, më duket Astriti kon. Në fund atje dhe më thirë, thot, nale rreshtin. Në nuk ish, natën, kritë kjo ka ndonë natën, nuk u dike ku janë, sakt vendos të shkijet aty, nuk e dish me ku janë vendos. E nale këllohën, thamë, pse shka u botë, thot, e kam një të smut, thot, edhe nuk po mundët me hecë, thot, a është i plagost, pe pyti, a është i smut. Jo, tha, i smut është. Edhe, se u dash me morë me gjendje psikologjike të njerëzve, shumë, edhe unë shumë thjesht i thamë, vraje, se mos bjen dorë të armikut, se s'kena vak me prit, ato. Edhe, kur e nina i, edhe përdojnë shka i thot, okej, të kuptova, adin kë, po edhe kë e ka ditë, kë ushtari jem që nuk pithamon për një me vra, se e patëm kuptu në njëri tjetër, u kuptojsh me shumë, vraje thash se me bo me ronë dorë të atmikët, thash e masakrojnë, a na nuk kena ko me prit. Edhe në moment taj minerë, thot, thot, ti shka ma mirë, jam, thot, se ma dha njoni në çokoladë, po, është qesharake në tragedi. Adin, kur spjegohet kjo, është tingëllën qesharake kështu. Po jo, ndodhë me një tragedie shumë madhe. Dhe dalmi, kur dalmi në mëngjes, kleq, distant nuk është shumë e madhe, po da shumë ka dalë me shku, mi ja bajt galive civilve, krejt. Kur dalmi në alët Morizit, thot, do mi numru. Dhe numran, fillon mi numru, se filloj më zdrit. Dhe kalum asfaltin, vazhdojshmi për kleq, dhe e pyti unë ma vanë, tha, dhe 780 më rinë, dhe mos mujta, dhe s'pata ma njerëva me nërumu, dikun rrët, nuk e dijet sa janë kanë. Krejt kanë qenë jo civil kështu, burra e grathmi, djemë 3, kishën pas mit.